Në mëndatit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria hyjëtat dhe ndikimi i dhuratave të Shpirtit Shenjtë qofshin gjithmonë me ju. Fort i dashur Don Marian, të dashur vëllezër meshtar Don Agim, e Don Shgjefën që e dikon në përkish, me Radio Marin, të ndëruara motra të nderit, të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, të ndëruara deputetë çarjen e autoritetet tjera këtu pranishëm. Është kënaqësi për mua që jam përsëri në mesin tuaj dhe së bashku me ju e kremtoj me këtë mesh të së dielës së parë të ardhjes edhe njëkohësisht edhe nezjen e dritave, siç e keni tradit tashmë në familjen tuaj e që e keni marrën këtë rol që të promovoni dritën e Krishtlindjes, por njëkohësisht edhe të jeni dritë për të gjithë njerëzit nëpërmjet ndriçimit të zemrave tuaja. Këndej, para se të fillojmë kremtimin e kësaj meshe, le të pendohemi për fajt dhe mëkatet tona, ashtu që të mundemi denjësisht të marrëmi pjesë në këto mistere të shenjta. Po i rfehen, ju të gjithë pushteshëm dhe juve o vëllezër dhe motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositi se lumës Mari gjithmonë mirëqet, të gjithë engjëjve, shejtanëve dhe juve o vëllezër dhe motra, që të luteni për mua, Zotit hyjë tonë. Hyjë që të pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona dhe na përcjell drejt jetës së pastosur. Amen. Të lutemi, jepu po të lutemi o hyjë që të pushteshëm besimtarëve të tu vullneti, që me vepra të mira të dalin para Krishtit që po vjen, dhe të verë në të djathën e ti, le të meritojnë fitonën mbretërisë qiellore, në për Zotin ton Jezu Krishtin e Birin tënë, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyjë për të gjithë shekuj të shekujve. Lexim për librin të Isaias profet. Vegimi që po Isaia, biri i Amosit, në lidhje me Juden e Jeruzalemin. Do të ndodhë në kohë të ardhme, mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset mbi bajën e maleve,
e do të ngallet për mbi kreshta, dhe të gjithë popujt do të ngarendin tek ai. Tek ai do të shkojnë shumë fise, e do të thonë: eja një të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e hyje të Jakobit, që të na i mësoj udhët të veta e të ecim shqigjeve të tija. Sepse nga Sioni do të dalë ligje, dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Ai do të jetë gjykatës i popujve, dhe do t'i gjykoj fiset të shumta. Shpatat të veta do t'i kthej në plor, e heshtat në draprinj. Një popull nuk do të ngrit shpatën kundër një populli tjetër, dhe më s'do të ushtrohen për luftë. Eja o shtëpia e Jakobit, të ecim në dritën e Zotit. Fjala e Zotit. Sa u gëzova kur më thanë: eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja tash me këmbët tona shkelen në dyert të tua, o Jeruzalem. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatorës së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretrof paqja në muret të tua, dhe qetësia në pirgjet të tua. Për dashuri ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them: paqja me ty. Për dashuri ndaj shtëpisë së Zotit hyjit ton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lexim për letrës së Shën Paulit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, është koha të zgjoni nga gjumi, sepse tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur, e dita është afruar. Prandaj, t'i flakim larg veprat e errësirës, e të ngjeshemi me armët e dritës. Të ecim me ndir, por si ditën, jo në gosti e zdërhallje, jo në fligështi e në shpreni, jo në grindje e në smir, por veshuni me Jezu Krishtin Zot, e në kujdes për trop, mos t'i knaqni prirjet e ulta. Fjala e Zotit. Trego, Zot, mëshiren tënde, dhe na jep shërbimin tënd. Alleluja.
Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë: si që në ditët e Noehit, ashtu do t'jetë edhe ardhja e Birit të Njeriut, dhe sikurse në ditët para përmbytjes njerëzit hanin e pinin, merrnin gra e gratë burra deri a ditë kur Noe hyri në ark, e nuk u apreu mendja se do të ndodhte gjë derisa serdhi përmbytja i fshiu. Ashtu do t'jetë edhe në ardhjen e Birit të Njeriut. Atëherë prej dy vetëve që kanë për të gjetur në arë, njeri do të merret e tjetri do të lihet, prej dy grave që do të bluajnë në mokër, njera do të merret e tjetra do të lihet. Prandaj, rrini zgjuar, sepse nuk dini se në çdo ditë do të vijë zotëria juaj. E mos harroni, po ta dinte i Zoti shtëpisë, se në qorë të natës i vjen vjedhësi do të rrinte zgjuar, e nuk do të lejonte t'i thyhej shtëpia. Prandaj, rrini gati, sepse Biri i Njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk e pritni. Fjala e Zotit. Gloria du Kriste. Për të dashtën vëllezër dhe motra, edhe herë ju përshëndes me gjithë zemër dhe siç kur në fillim juftova që të pendohemi për fajt dhe mëkatet tona, tani juftoj që të thellohemi në porosinë e ditës së sotme dhe leximeve të shkrimit shenjtë që i kemi lexuar. Në radhë të parë, sot ne kemi hyrë në një kohë të shenjtë të ardhjes, që është fillimi një cikli të ri i vitit liturgjik, ku ne gjatë gjithë vitit në kohëna të ndryshme të shenjta të ndarë, fillojna me hyrë në misterin e fesë dhe në udhëtimin tonë me Zotin në jetët tona, në kishën e sotme dhe në histori në të kaluarën. Sepse, si që kemi dëgjuar të dielën që shkoj, ne që nisemi në rrugë me Zotin e kemi një finish të takojmë mbretin qiellor. Prandaj dielën që shkoj, që ishte diela fundit e vitit para prak, ne festonim Krishtin mret, ditën e gjithësisë, ditën e amshimit, ditën kur Zoti do të marrë në dorën e vetë fatin e tokës dhe qiellit, dhe ku do të ngadnjej dashuria e tij dhe të atyre që e kanë dashur dhe i kanë besuar. Kurse sot hyna në një kohë të re, pra kur hymë përvojën profetike për të menduar se si Zoti e ka udhëheqën popullin e vetë, dhe se si ai ka hyrë në historinë e njerëzimit në kohën e caktuar, ose si thot shkrimi i shenjtë,
kur u plotësun kohën atë. Dhe tani 4 javë ne do të përgatitim për festën e Krishtlindjes. Për atë fest e cila në domethënien njerëzore është më hereshmja, më bukura dhe është gëzim e fest për gjithë botën. Sepse të gjithë festojnë. Por, ne përqëndrohemi të ngjarja historike, kur Zoti ka vendosen me përzgjedhën një virgjër, ndërë që kranorën në saj, ta mishnoj birin, ta mishnoj fjallën, dhe të zbres për të marrë natyrën tonë njerëzore, që zbashku me ne të përjetoj vujtet njerëzore, dhimbjen e zemrës njerit, kufizimin e arsyes dhe mendjes ti, dhe me shpirtin e Zotit, të na dëshmoj që na dëm, e që për ne është i gatshëm të vdes, e që caku ynë, qëllimi kryesori aty në që jetojmë mbi tokë, nuk është për të mërrinj për vete, po për të shpëtue vetën në përmjet një mëshire të madhe të Zotit, veprës së dashurisë së njeriut dhe bashkëudhëtimit në ditët e jetës. Shën Palit, vërtet, më mirë leximi i parë i Izaias profetës thelbi, i cili thot, eja shtëpia e Jakobit. Qonë o ju të gjithë që besoni, eja të shkojnë për para Zotit. Pra, misioni profetik i kishës është për të thirrë të gjithë njerëzit që të bashkëpunojnë me ta drejt takimit me Zotin, veç e veç se i cili si mas kohës dhe periudhës e jetës vetë, e gjithë bashku ditën e amshimit. E Shën Pali, në anën tjetër, ju thot romakëve, zgjoni burra, zgjoni gra, zgjoni o ju që jetoni mbi tokë, sepse keni ra në gjumin e gjërave që ju shkputin prej qiellit, e gjërave që ju vejnë në gjumin e vdekjes, e gjërave që nuk ju shejtrojnë, e gjërave që nuk ju ndihmojnë për të qenën fytyra e Zotit mbi tokë. Zgjoni. Sigurisht që këmirat e kësaj botës, Zoti për ne i ka krijuar. Dhe ne i përdorimi për të dhënë ner dhe lavdi Zotit për të krijuar një jetë të dinjiteshme për vete e për të ndihmuar ata që s'kan. Por këmirat e kësaj toke nuk janë qëllimi ju. Dhe një besimtar nuk jeton për të mërri ato. Po i merr ato me dhuntit që e ka dhënë Zoti, e me sakrificën e ndjersës së ballit vet, ose me urtinë e menjes tij, dhe i vën në shërbim të realizimit të vullnetit të hyr, që Zoti nëpërmjet jetës tonë e ka para përgatitën dhe na ka dhënë mision. E secili prej nesh ka një mision mbi tokë. E misioni i parë është të flakemi larg, si thonte Shën Pali, veprat e errësirës e të ngjeshemi me armën e dritës, që është drita e shpirtit. Sigurisht që arsyeja dhe mendja na çojnë për të zbuluar që të shohemi diçka më shumë se sa dim. Por shpirti e drita mbrëmshme që na jep Zoti nëpër Krishtin dhe shpirtin e tij
që është drita e çdo zemre, e çdo shpirti, ai na mëson me pa matan vorrit, matan vdekjes, matan të mirave të botës, matan përkohshmës, matan ku nuk mrin mendja e njerit, po ngritet shpirti i tij nëpërmjet fesë. Edhe e treta është fjalia u ngjillt. Prandaj ju rrini zgjuar. Pra, profeti na thonë të qohuni, Shënvali na udhëzon të kujdesuni për jetën tuaj, e Krishti na thotë rrini zgjuar. Sepse nuk e dini kur do të vi lavdia e tij. Dhe bën një krahasim me historinë e shërbimit, duke thënë që ashtu sikurse ka ndodhur kohën e Noës, kur njerëzit hanin e pinin e mendonin që s'ka me ndodhur kur një e keqe, atëherë u përmbyt bota. Vetëm Noja pështaj. E atë ditë do të ndodhe njëjta gjë. Këndaj ju kujdesim në për jetën tuaj. Sepse kisha kujdeset për çetrimin tuaj. Krishti e ka bashkuar popullin e vet dhe të bijtë e tij e bijat e tij të pagzuara në një bashkësi që quhet kish. E kisha e kryen misionin e vet duke i bardhën sigur në një lundër mbi oqeanin e jetës dhe të kohërave, gjithë ata që janë pagzuar dhe ja dorëzon një nga një amshimit. Kisha kryen misionin e vet të shërbesës hynore për të shëjtënuar shpirtat dhe njerëzit, duke i ushqyer me fjalën e Zotit, duke i dhënën jetën sakramentale dhe hirin sakramental, duke e kryer shërbesën e adhurimit dhe nderimit ndaj Atit qiellor, e falënderimit për Krishtin, birën e tij, po edhe duke lënë shpirtin e shenjtë veproj mbrana saj. Por secili do ta kryejë rolin mbështarak të vetë për jetën e vet e për familjen e tij. S'mund me kry kisha përgjithësin për të marrë ato çfarë ofron Krishti nëpërmjet kishës. Është përgjithësia e secilit. Pra vëllezër dhe motra, në këtë diele të parë të ardhjes, le të përgatitemi për të fillu përgatitjen tonë në takim me Krishtin, ditën e Krishtlindjes. E se i cili prej nesh e të gjithë nes bashku të bëmi drita Krishtit në tokë. Jo keni pa këto në familjen tuaj, i nes dhe dritat Krishtlindjes, edhe mundoni me qitë sa më shumë drita. Se sa më shumë drita të ketë, qaq ma i madh është ndriçimi dhe bukuria. Para është e jashtme. E dobishme. Por nëse ne nuk jemi e njëjta gjë, që sa më shumë bashkohemi e sa më shumë ndriçojmë dritën e Krishtit, është ka me kanë ma madhe bukuria e shpirtit ton, aqë do të rrezatojmë më shumë dashuri i zemra jonë dhe aqë do të mrrimi me qenën më të shenjtë përpara këtë botës. E le të bëhemi si sëri prej nesh, dritë jo vetë, një dritë e vetëm zban dritë shumë, dritë është, por kur bashkohen shumë drita, ndryqohet këtë vendi. Le të i bëjmë ne këtë ndryqim për këtë Kosovën, për gjithë popullin tonë. Amen. Besoj në një hyjtë vetëm.
sacerdote, Jesu Krishti, një të vetë një bjenjë e ju, dhe në rrati para të gjithë hymë dhe ju, dritë e jetës, këtë për e ju të vërtet, e lindur ju e kryuar, i në gjajtë të natën, në përmjet të sërë kryuar dhe që të sanë, a i për në jetët, dhe për shëtimin të asë të rritët të ishënë, në mishrua për vëtit të shpjetit qenë, Gjysë Mari, dhe u vëmjeni, dhe u kërëqua për në konsekrenat, sa i dhe varas, dhe u kalë të drejtën të të nashinëve, e unë vjetë të qilë, dhe vënë të gjatën e atër, dhe për sëri dhe të vime në pi, për të gjishkuar të gjallë të plekurit, e mbretëria e ti në të këtë marim, dhe taj në shpirtin qajtë, që e zatë dhe e bërës, që rriatë në jatit e brejbirit, dhe së mëtin e lirin, adorohet e lëzdrohet, që fali me anën e profetme, edhe një kishtë të vetme, që shmejt, katolike dhe apostolike, dëshmojnë një mësim të vetëm, për faljen e mëkateve, për ecën glasë të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vllazën dhe motra, në fillimin e vitit liturgjik, t'ia drejtojmë Zotit lutjen tonë, së bashku me shpirtin shenjtë që në është dhurua, duke përtëri në ne dashurinë dhe duke përgatitën vetën tonë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Këndej së bashku, të lutemi. Ardh mbretënia jote, o Zot. Ardh mbretënia jote, o Zot. Për kishën e ecje, që të jetë dritë e së vërtetës, e aftë për të udhëhequr drejt shpëtimtarit Jezus, ata që nuk kanë akoma dhuratën e besimit, të lutemi. Ardh mbretëria jote, o Zot. Për bashkësitë tona, që të jenë të matura, të përdorin në mënyrë të arsyeshme mjetet të komunikimit shoqëror, e të jenë të hapur në veprimin e shpirtit shenjtë, me lirinë e zemrës, të lutemi. Ardh mbretëria jote, o Zot. Për të sëmuret dhe për ata që rinë zgjuar, me ne të tëra pranë tyre në spitale apo në shtëpi, që të ndjejnë afër Zotin, që ripërtrin shpresën e mëngjesit që po vjen, të lutemi. Ardh mbretëria jote, o Zot. Për të gjithë ne këtu të pranishëm në këtë liturgji, që të ushqyer nga fjala së vërtetës dhe nga buka e jetës, të mos lejojmë që të ngatërohemi nga situatat në të cilat jetojmë, por të punojmë së bashku në ndërtimin e mbretërisë së hyjut, të lutemi. Ardh mbretëria jote, o Zot. Për noi po të lutemi, o Zot hyj, gjitha shpërblimet, lutjet dhe mundohu që të na vish në ndihmë, ashtu që ne dëbijtë e tu që besojmë, se jemi shnuën e Virgjën Mari, se je shëlbuesi ynë dhe se në Krishtin na ke shpëtuar, të mund të gjejmë në ditën e fundit jetës tonë e të përqafojmë ty në për Krishtin Zotin tonë. Gloria a Deus, na sua justiça, e glorificado Deus.
të një vëllezër dhe motra që kjo flie imja dhe juja të dalë pëlqyeshme para të hyjë të gjithë përshtatshëm. Zoti e pranon ti prekuar të tua, ajo ta përmbledhen atit emrin e tij, si edhe për domin ton e të mbar ishte sundit të shenjtë. Pranoj po të lutemi o Zotë këto dhurata që i marrim prej bëjarisate po t'i kushtojmë. Dhe pasi ti na mundëson në të kremtojmë, këtë mister bëj të fitojmë shpërblimin e amshuar në për Krishtin në Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemra. Të fakalë ndërojmë Zotin hyun tonë. Vënime në shkune dhe i dhe drejtë është dhe të reona dhe bërim shpërëtimi. Të falendrojmë gjithmonë e gjithmonë, kjo Zota ti shenjë, y gjithë pushtet që më dhe i amshuar, në për Krishtin, Zotin tonë. Ai me ardhën e parë në përvojtnin e natyrës son njerëzore, e qoj në vend premtimin e vjetër, dhe në api rrugën e shpëtimit të amshuar, që kur të vise dyti me lavdin e madhë njëzve, të mund të marrim të mirat e premtuara, që guzojmë të shpresojmë duke i pritur me kujdes. Dhe prandaj, bashkë me engjëj dhe kryengjëj, me fronet dhe zotë ruaj, dhe me të gjitha radhat e ushtris qiellore, po këndojmë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushuar. Me të vërtet je shejtë, o Zotë, dhe është e drejtë të lavdoj çdo krijesë, sepse ti në përbirin tënd, Jezu Krishtin, Zotin ton, e me veprën e fuqishme të shpirtit ti, i jep jetë dhe shejtron gjithësinë. E vazhdon ta bashkosh rreth vetes popullin që nga lindja e deri në perëndim, ashtu që të kushtohet në nder të emrit tënd kjo flije pa njohur. Prandaj o Zot po të lutemi me përvojtni, dhe ne u të shejtrosh me fuqitë të njëjtit shpirt,
Këto dhurata që i sollëm për t'i kushtuar ty, që të bëhen korpi e gjakut i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili në urdhroi t'i kremtojmë këto mistere. Ai vetë, atë natë në të thënë që të rrethuar, mori bukën, falenderoi e bekoi, e theu, u dha nxënësve vetë të tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të plijohet për ju. Po ashtu, pas u kryet arka, mori edhe kekun, falenderoi e bekoi, u dha nxënësve vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së reje dhe të amshuar që do të erdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i festë. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar mundimet shpëtimtare të birit tënd, si dhe ngjalljen e tij të madhnueshme dhe ngjitjen e tij në qiell, e duke pritur ardhjen e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim këtë fli të gjallë e të shenjtë. Po të lutemi, o Zot, shikoje kushtin e kishës sate dhe pranoje për fli, me të cilën deshet të pajtohesh me ne, e bëj që ne, të cilët po ushqehemi me korpin e me gjakun e birit tënd, të mbushur me shpirtin shenjtë, të bëhemi në Krishtin një trup e një shpirt i vetëm. Në saje të ti u bëfshim për ty një e flija mshuar, që bashkë me të zgjedhurit e tu të fitojmë lumturinë e parajsës së pari me të lumen Mari Virgjër Hyjlinse, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shenjtrit apostolit të tu dhe me martirë të lumë, dhe me të gjithë shenjtrit, me ndërmjetësinë e cilëve shpresojmë që gjithmonë të kemi ndihmën tënde. Po të lutemi, o Zot, që kjo flije pajtimi tonë të vlej për paqen në shpëtimin e mbarbotës, forcoj në fe dhe dashuri kishën tënde, udhëtarën mbi tokë, bashkë me shërtorin tënd papen ton Leonin, me i peshvin ton Dodën këtu të pranishëm, me urdhrin i peshkvor, me gjithë klerin tënd, si dhe me popullin që ke fituar për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrur në pranin tënde, bashkoj me ty o ati mëshirshëm të gjithë bitë e tu të shpërndar në përbot. Pranoj me mëshirë pran vetës në mbretërin tënë dhe vëllezrit ta në motra tona të vdekur, edhe të gjithë të drejte që në paqe me ty kaluan nga kjo jetë, ku shpresojmë se dhe ne bashkë me ta, do të gëzojmë për gjithmonë lumturinë tënde, në për Krishtin Zotin ton, në për të cilën i e botës çdo të mirë. Në për Krishtin e me Krishtin edhe në Krishtin, ty aty gjithë pushteqëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të gjozon dhe rime lavdi, për të gjithë shekuj të shekuj dhe. E tani, e thojmë uratën të cilën e ka mësue vetë Zoti jonë Jezu Krisht. Aty, që jetë shqirë, u qejtë rote në atë në kjerë jote, u bëllë dhe sa jote, si në shqirë ashtu në tonë, bukojnë tonë të përvishme, na jepsa, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në rejtë të binë, por në liro nga i kishë. Në liro po të lutemi o Zot për i gjithat këqijave, dhe për mirësinë tënde ne e paqen e ditët tonë. E në sajtë të mëshirës sate, do të lirohemi për gjithmonë për mëkatit e do të jemë sigurt për çdo trubullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhen e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit,
O Zot Jezu Krishtu, këta në apostëve tu, po e le paqen, po ju jap paqen time. Mos e shikëm kate tonë, por fejnë e kishë sate, e pjasaj si fazollnese sate, paqa e bashkët, të që jeton në mërëtënon në shekujt e shekujve. Paqa Zotit qofërën me ju. E këtë paqa, të dhurojnë njëri tjetë. Ja që në gjihyrët, ja i që shlyrë në katët e botës, lumë të ata, cërtën të grishur në të rejzën e qenjët.
dashur vëllezër dhe motra, tani jemi në përfundim të meshës së shenjtë. Lejoni që në emër të motrave të ndere që shërbejnë në këtë familji, motër Kristinës, motër Ritës dhe në emrin tim e gjithë besimtarëve të familjes, ta falenderojmë Zotin, por edhe i peshmin tonë, Monsinjor Do Gjergjin, që sot ka ardhur për ta kremtuar këtë meshë të shenjtë. Sigurisht jo me rrethona shumë të pavorshme, sepse siç e dini pjesa më e madhe, kisha shqiptare ka pasur një moment të vështirë vitë e djeshme me humbjen apo kalimin e amshin të i peshit të dioqezës së Sapës, Tim Zot Simon Kulli. Megjithatë, i peshvi, sikurse gjithmonë i pranishëm pranë familjive dhe besimtarëve ka dashur që të jetë rëson të me ne për ta kremtuar këtë meshë të shenjtë me këtë rast edhe porosimi jashtëzakonshme që na dha sot. Sigurisht që ne jemi të entuziazmuar që gjatë kohës së Krishtlindjes të dekorojmë sa më shumë drita dhe e tha në mënyrë shumë të saktë dhe të vërtetë se ajo është vetëm shenjë e jashtme. Atë për çfarë jemi të thirrur, sigurisht që është jeta jonë shpirtërore e brendshme, lutja, meditimi, e mbi të gjitha marrëdhënia jonë personale me Zotin, që kthehet pastaj në vepra konkrete të dashurisë edhe me njëri tjetrin. Dëshiroj ta falenderoj edhe Donagim Qerkinin, që është i pranishëm, famulitarin e katedrales së Prishtinës, kemi qenë bashkëpunëtor me i peshën 5 vite, me Donagimin rreth 1 vjet e gjys, dhe kemi kaluar shumë mirë, kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Falenderoj për pranimin e tij edhe Dënshtjetën Lodhës, drejtorin e Radio Marisë së Kosovës, motrën e re që është e pranishme këtu. Dhe motrën Klaudia, që është motër që shërben në ordinariatin i peshor në Prishtinë. Në të njëjtën kohë dëshiroj të falenderoj edhe Zotin Quni, që është i pranishëm, Zoti Keca, që është në ambasadë dhe konsular në Gjermani, dhe të gjithë ju besimtarë të dashur të familjesë së shenjës së vitit punëtor në Pjetërshan, të gjithë ju besimtarë që vini nga familji më rreth dhe familjesime të origjinës dhe më larg në gjë. Dëshiroj të përshëndes edhe një grup të rinj besimtarësh nga familja e Prishtinës që kanë ardhur sot, e të gjithë juve pa fund që jeni pranishëm. Dëshiroj të disa informacione, të të keni durim, sepse vitit e drita të nga presin, sepse ka dole në nezet. Meshët e agimit, ajo që është rëndësishme të adim besimtarët e kësaj familje dhe kushdo që ka dëshirë të në pjesë, do të jenë çdo të marrë të premte në mëngjes, duke filluar në orën 6 në rozare, e me njerë pas rozare së mesha e shenjtë. Por vetëm të marrë në ardhshme nuk do të ketë meshë për arsye që do të jemi nevojë në katedralen e Sapës të orën 10. Pastaj do të vazhdojmë të premteve dhe të marteve deri në përfundim. Me 5 dhjetor është e premtja e parë muajit, dhe i kemi mundësi për lutje, adhurim për rrëfim, nga ora 3, ndërsa orën 4 është mesha e shenjtë. E 6 dhjetor është festa e Shën Nikollës i Peshkët, dhe me këtë datë, në 6 dhjetor, në orën 11 të gjithë besimtarët e familjes sonë janë të ftuar dhe marrin pjesë në bekimin dhe meshën e shenjtë në kapelen e re të ndërtuar pranë Parezave në dorë. Pra ditën e shtunë, e 6 dhjetor në orën 11 do të jetë bekimi dhe mesha e shenjtë. Ndërsa të shtunë nuk do të ketë katekizëm në familji për arsye të pjesëmarrjes në meshën e shenjtë në kapelen e Dorit. Dhe tani, me lejoni 2-3 falenderime të shkurtra, një falenderim të veçantë për të gjithë besimtarët që na kanë ndihmuar në çfarëdo forme apo mënyre. E kam thënë edhe në fillim të shërbimit tim në këtë familji, se dëshira, qëllimi i një mështarit është integrimi i të gjithë besimtarëve dhe të gjitha moshave, por për mua nuk do të ekziston vetëm një grup i kategorizuar, sepse të gjithë jeni të paksuar dhe gjymtyrë të rëndësishme të kishës, prandaj faleminderit në emër tim dhe të motrave e shqiptarëve, faleminderit korit të familjes,
të moshuarve, të cilët me udhëtimet tyre na kanë inkurajuar dhe motivuar për punën dhe angazhimin e përditshëm, të gjithë kryefamiljarëve dhe familjeve të cilët kanë kontribuar financiarisht dhe me ushqime e pije, edhe atëherë kur kemi pasur ndonjë nevojë të veçantë të papritur, kanë treguar këndishmërinë e tyre të madhe. Faleminderit fëmijëve që rrezatojnë plotje, me entuziazmin e tyre janë integruar dhe kanë ndihmuar në mënyrë të tyre grupin e të rinjve dhe të rritur. E sigurisht faleminderit të rinjve, sidomos ata që kanë ardhur. Faleminderit për angazhimin në punën e palodhshme tuaja, plot vullnet dhe dashuri në kohë të ftohtë dhe në shi. Faleminderit për sakrificën tuaj duke lënë angazhimet e familjes, punës, shkollës dhe studimeve, dhe keni ardhur dhe keni punuar. Kryti punës së mrekullueshme tregojnë brendësi, plot mirësi dhe edukat e dashuri që rezulton në personin tuaj të formuar në familje plot fe dhe jetë të Krishtit. Lumturia e vërtet konsiston vetëm atëherë kur ti apo ju bëheni shkaku i gëzimit dhe lumturisë së njerëzve të tjerë. Prandaj sot dhe gjatë gjithë kësaj kohe ju jeni aktorët kryesor të këtij gëzimi, lumturisë dhe bashkimit të masës së njerëzve dhe shumë vizitorëve të cilët do të vinë në ambientet e udhëve të kishës. Edhe një herë faleminderit shumë. Dhe në këto qaste kisha dashur që ndoshta një minutë dy t'i përmend të gjithë ata që kanë kontribuar financiarisht për organizimin dhe blerjen e materialeve për dekorimin e ambientit të kishës. Nduhe Gjini 20 euro, Nduhe Paldon Gjoni 80 euro, Pashk Nduhe 50 euro, Upren Gjini 20 euro, Pren Nduhe 100 euro, Gegi 100 euro, Samsoni Bola 20 euro, Pashk Palush Shala 50 euro, Martin Margega 50 euro, Dedon Gjoni 20 euro, Jan Rasi 50 euro, Mushala 50 euro, Anonim 50 euro, Florian Gjoni 50 euro, Luz Nikola 200 euro, Palush Nikola 400 euro, Josef Gjoni 2000 euro, Paul Bardoku 50 euro, Anonim 20 euro, Rasper Shala 50 euro, Paul Matimar 300 euro, Anton Luz Margega 100 euro, Anonim 20 euro, Anonim 20 euro, Nur Stjefen Gjini 50 euro, Luna Berisha 50 euro, Anton Palazaj 50 euro, Anonim 40 euro, Nur Shtahili 20 euro, Mihir Mdurdo Gjori 50 euro, Anonim 100 euro, Joe Geji 50 euro, Sukol Shala 50 euro, David Gjoni 50 euro, Nikol Nue 30 euro, Johnny Kola 50 euro, Lue Kacinari 100 euro, Mira Kukaj 50 euro, Augustini Kinrekaj 50 euro, Dejan Drecen 20 euro, Viktor Kukaj 50 euro, Mark Nue 50 euro, Anonim 30 euro, Augustin Lue 100 euro. Pren Simoni 50 euro, Anonim 30 euro, Mark Pietro Shara 100 euro, Palush Lazri 50 euro, Anonim 50 euro, Kur Shala 20 euro, Angel Gini 30 euro, Nue Leshaj nga Kosek Pasha 50 euro, Preni Vishi 50 euro, Nue Krist Leshi 100 euro, Marka Qinore 50 euro, Iko Qugja 20 euro, Luna Dukaj 50 euro, Bashkëndajca 100 euro, Anton Shala 50 euro, Gjingjini 20 euro, Luz Ndau 50 euro, Anonim 10 euro, Marko Dongjori 30 euro, Mark Simoni 50 euro, Prend Nue 100 frank, Kazanen Nue 100 frank, Albert Nue 100 frank, Anton Gjokaj 20 euro, John Gjokaj 20 euro, John Leshi 20 euro. Në total, 5.820 euro dërsa të shpenzuara dy feshë më shumë. Edhe një herë, po ju them faleminderit nga zemra, Zoti ja u shpërblet, sigurisht jo vetëm atyre që kanë kontribuar financiarisht, por të gjithë atyre që vazhdimisht angazhohen, janë pranë meje, pranë motrave, pranë familjes, të gjithë besimtarëve në çfarëdo formë dhe mënyre që na kanë ndihmuar dhe janë kujdesur gjatë kësaj kohë e vazhdojnë të kujdesen për ne. Edhe jashtë faleminderit nga zemra. Tashmë, pasi ta marrim bekimin për e peshit, i lusë këshilltarët, por edhe juve, që nga dalë në qetësi, mos u luti, të deni dhe të zbritni atje poshtë dhe nga pjesa e dekorimeve, derisa të arrijmë me monsinjorin, pastaj do të ndajmë 5 minuta disa fjala aty, e do t'jetë edhe ndezja kritave, e jeni të thuar sigurisht të gjithë që shërbeheni me